momentin ku gjendemi, është xhamia e vjetër e Garanës, ashtu është emërtuar, dhe llogaritet një ndër xhamitë më të vjetra në komunën tonë, në rrethin e Korçovës. Daton nga shekulli 15, atëherë kur mund të llogaritet nëse jo e para, e dyta ose e treta xhami e ndërtuar, dhe kjo tregon që rrënjët e besimit islam në këto treva janë shumë të larta, janë shekullore. E veçanta është se në atë kohë, pra flasim me shekuj më përpara, xhamit kanë qenë shumë të rralla dhe ky vend, kjo xhami ka shërbyer për të kryer njerëzit, besimtarët, rritet e veta fetare, përveç vendbanimit të fshatit Garan, edhe fshatat përreth Garanës dhe njerëzit e këtij fshati e kanë mbajt, e kanë ndërtuar, e kanë rindërtuar dhe për herën e fundit është rindërtuar dhe është mirë mbajtur në vitin 1994, ku atëherë është bërë ngjyrosja brenda dhe jashtë mureve dhe rregullimi i qatisë së xhamisë. Kjo xhami tregon është një vlerë e madhe shpirtërore dhe kulturore e jona, dhe përveç që tregon vlerën e aspektit besimor, tregon që këtu rreth xhamisë dhe në pjesën e epërme ka qenë edhe fshati i vjetër, fshati vjetër i Garanës, ose Garana e epërme, që tani mua vetëm janë rënojat e shtëpive të vjetra, dhe sigurisht aspekti infrastrukturor, rruga dhe rryma, kanë qenë pengesë që mos zhvillohet ky vendbanim këtu, që është një vendbanim i një peizazh shumë të bukur, dhe njerëzit nga dalë kanë lëviz dhe janë zhvendosur në pjesën e poshtme të fshatit, ku sot e kësaj dite jetojnë aty me qindra shtëpi. Me thënë të vërtetën, përpara kohës së pandemisë, pra përpara vitit 2020, e kemi pat një traditë të bukur që një herë në vit organizoheshim dhe vinim të falim namazin e xumas. Por ka afërsisht 7 vite që nuk kemi ardhur për të falë një namaz të bashkarisht, e kemi në plan, pra në xumën e datës 15 maj, të falim namazin e xumas. Është interesant se shumë njerëz kanë nostalgji për këtë vend, për këtë histori, dhe njerëz të cilët janë me rrënjë nga fshati ynë, por banojnë qytet, kur ndëgjojnë për lajmin se falet namazi i xumas, vinë për vizitë, vinë për faljen e namazit dhe çmallen këtu. Pas namazit të xumas zhvillohen edhe biseda vllazërore midis veti dhe kujtojnë histori të ndryshme dhe momente që ato mbajnë mend nga paraardhësit e tyre. Investimi i fundit që është bërë, është një investim më serioz, është viti 94 dhe vlen të përmendu iniciativën e 2 agjilerëve të nderuar, tani më të ndjer, zoti mëshiroft, Haxhi Remziu dhe Haxhi Xhaferi, që ato kanë qenë iniciatorët për të bërë një investim më serioz për ta mirëmbajtur këtë xhami, duke rregulluar edhe pjesën e brendshme dhe pjesën e jashtme, edhe çatinë e xhamisë. Më pastaj ka pat tek këtu disa ndërhyrje të vogla, por ajo mendoj që ndoshta në mënyrë të pavetëdijshme edhe kemi dëmtuar se sa kemi përmirësuar, për arsye se kjo xhami duhet të ruhet në pjesën origjinale të veten, sepse ka historinë peshekullore brenda saj. Këtu në këtë pjesë të fshatit, që është pjesa më e vjetër e fshatit, përveç xhamisë ka dhe vendbanime të tjera, ka dhe livadë dhe hapësira të tjera, dhe sigurisht që pjesa e rrugës që ka mbetë pa rregulluar dhe pa asfaltuar, është një pengesë serioze që mos ketë vizitor në këtë anë, në këtë vendbanim, edhe sigurisht që mos jenë vizitat më të shpeshta për ta vizituar dhe për të organizuar faljen e namazit në këtë xhami. Dhe ishte mirë nëse rregullohet rruga, dhe po ashtu si nevojë është edhe rryma elektrike, që shikoni këtu vetëm kanë filluar më të ndërtohet si zonë dhe jetë një vendbanim shumë atraktiv edhe për një turizëm malor.